mund ta prisja një përjashtim timen nga Partia Demokratike për shkak të mos aktivitetit politik në vitin e fundit, por kurse si nuk mund prisja një përjashtim timen në të njëjtën listë edhe me disa zonja tjera, zonja Zheni Gjergji, zonja Alesja Balliu, zonja Rudina Alla, qoftë edhe zoti Dashnor Sula, të cilët për hir të vërtetës e kanë shprehur tashmë vullnetin e tyre politik dhe mos përkatësinë më në Partinë Demokratike dhe pse nuk e kanë formalizuar atë në formë shkresore. E gjendur në këtë situatë, sigurisht unë i dija arsyet informale dhe personale që shndronin prapa propozimit të emrit tim, sepse emri im u artikulua nga deputetja Çapja e listës mbyllur e Partisë Demokratike dhe gjithashtu edhe nga deputeti Himçi tashmë, që më përpara mbante edhe postin e kryetarit të këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Elbasan. Duke qenë që në lidhje me këtë të fundit, konflikti im është më i hershëm, sepse lidhet pikërisht me aktivitetin e tij në Këshill Bashkiak, me faktin që unë e kam bërë edhe publike që ky zotri ka tentuar dhe ka tentuar të ndikojë votën e këshilltarëve dhe gjithashtu edhe ka bashkuar votat e veta në lidhje me impiantet fotovoltaike të atyre që sot janë manjatët më të mëdhenj të ekonomisë shqiptare, në lidhje me zgjerimin e tregut ushqimor të atyre që zoti Berisha i shan nga mëngjesi në darkë duke thënë bandat dhe shumë vendime të tjera.